Je bërë nën në moshë shumë të hershme? Tash po e shoh që jam bërë në moshë të hershme, sepse kam plot bashkëmoshataret mia që i kanë fëmijët edhe në shkollë fillore edhe në shkollë të mesme. Atëherë... Apo thu shqyr që e kam kry më herët? Tash po mendoj, po reflektoj, po thëmë pas në qenë shumë e re atëherë kom mendu që e kam kohën e duhën edhe... Sa vjeqe e bënëm për herë parë? 23 vjeqe jam bërë për herë të parë, kështu që e tregova edhe sa vjeti ka me fjallë tjera, muj mi fletë. Nuk e pata këtë tendencë? Jo ishte, po e thash vetë. Po, 32 ti i bije tjesh? Po, 32 i bije tjem. Edhe dhe të lumëturia ime janë fëmijët e me, kryesisht. Janë fëmijët e me edhe sukseset e tëne. Une mundohem, edhe une, edhe bashkëshorti mundohem që t'jurim pas me ato kërkesat e cilat i kanë gjatë rrugtimit vetë, sepse tash kanë ndru kohënat shumë, nuk është më si ka qenë më përpara, kërkesat janë shumëta, dëshirat janë shumë të mdhaja. Dhe me këto jetë gjatësi të dashurisë tuaj, do të pyeste dikush na jep një këshill të një martese, një familje të lumtur? Nga ana e gruas? Nga ana e gruas, gruaja duhet të jep shumë dashuri, edhe duhet ta duash edhe fëmijën, edhe bashkëshortin të jep prioritet familjes gjatë jetës, sepse familja është ajo me cilën do të ti ndan si cilin moment, qoftë të gëzimit, qoftë të hidrimit, e cila është gjithmonë aty kur të nevojitet, ndërsa të tjerët janë aty kur je mirë. Kur je keq, mendoj që ke pak njerëz afër. E vërtet, kjo. Kush ka kaluar në sfida të tilla, ka pas mundësi që ti vërtetoj këto gjëra. Ani pse, uroj që të kenë sa më shumë njerëz afër vetës. Ke arrit me e bind burin për këtë mënyrën se si ta mirëmbaj vetën, lëkurën e ma mërmendja ai, duke të pas ty afër, i din gjitha kështu për vetën e ti? Ai din, po e mban vetën si ma burë. Se i din të gjitha gjona, të respektoj atë pjesë. Pra, është kundër këtyre ndërhyrjeve? Nuk është kundër ndërhyrjeve, mirë, po nuk është që preferon do një ndërhyrje, sepse mban vetën si më burnor. Hyn nga ata meshkujt që mendojnë që ndërhyrjet nuk janë për burrat, pra? Jo, mendojnë që është mirë. A mendojnë që nuk ka nevojë, është mirë, ashtu si është. Okej, lumë për vetbesimin, ta keshim të gjithë shtu, ani pse nuk po e dyshoj që kujdeset edhe ti e pran ti për çfarëdo lloj këshilla që ka nevojë.